Ti je fort. Ti je shumë e fort, forca. Sa herë mund ta kesh dëgjuar këtë shprehje nga ata që ke afër apo nga ata që kanë mësuar se je duke kaluar një sfidë të madhe në jetën tënde, siç është edhe kanceri i gjirit. Besoj pothuajse nga të gjithë. Dhe jam e bindur që në disa raste mund të dukur dhe si diçka pa kuptim. Duke menduar këta nuk ja kanë iden se për çfarë po flasin, se sa e vështirë është të jesh në këtë situatë. Ke shumë të drejtë, patjetër që ky rrugtim nuk është as pak i lehtë, është shumë i vështirë, ka plot sfida, por ama ti je vërtet e fortë. Ti je fort, unë jam e fortë, dhe ne të gjitha jemi të forta. Jemi të forta për aq kohë sa nuk heqim dorë nga jeta, për aq kohë që pavarësisht të gjitha vështirësive vazhdojmë përpara, për aq kohë sa përveç sëmundjes mund të kemi dhe problematikat e tjera familjare, financiare, sociale, nga të cilat nuk kemi si të shmangemi, por prap vazhdojmë të ndjekim të gjitha hapat, të gjitha fazat e kësaj sëmundjeje, duke i dhënë kurajo vetes, duke besuar dhe duke shpresuar në një ditë më të mirë. Për të gjithë ata që po e shohin videon, unë do të sugjeroj të vazhdoni t'ia thoni dikujt që është duke kaluar një vështirësi në jetën e vet, që është i fortë, sepse sa më shpesh ta dëgjosh këtë frazë, aq më tepër bindesh se je vërtet e fortë. Forca, mos u humbisni asnjëherë shpresën, sepse të nesërmes asnjëherë nuk i dihet, mund të ndodhin mrekullira. Ndaj shijojeni çdo ditë dhe gjeni momente apo detaje të vogla të jetës që ju bëjnë dhe ju japin më tepër dëshirë për të vazhduar përpara me të mira dhe të këqijat që ka jeta. Ju përshëndes të gjithave.